Më 13 dhjetor të vitit 1577, admirali Francis Drake niset në lundrim nga Anglia rreth botës dhe ky ishte udhëtimi i parë i tillë nga një britanik. Bëmat e tij janë legjendare, quhet hero mes anglezëve dhe pirat për spanjollët. Në atë kohë, Spanja ishte fuqia më e madhe detare dhe Britania i shmangej një luftë të hapur detare, prandaj detyra e Francis Drakeut ishte të endej në det dhe oqeane dhe të sulmonte anijet spanjolle e t'i plaçkiste ato në formë piraterie. Mbreti spanjoll kishte ofruar një shpërblim prej 20.000 dukatësh, sot $6.5 milion për jetën e tij. Por Drake ndëroi jetë nga dinastia dhe para se të vdiste, kërkoi të vishej me uniformë dhe të varrosej me thesarin dhe arsenalin e tij të plotë. Në një arkivol prej plumbi, trupi i tij u lëshua në oqean pranë brigjeve të Panamas. Zhytësit, gjuajtës thesarësh vazhdojnë edhe sot të kërkojnë për këtë arkivol. Francis Drake lidhet edhe me një tjetër ngjarje. Ai mbahet përgjegjës për një krijimin e një popullate ende pa identitet. Është fjala për një popullsi të veçantë etnike e quajtur Meulongeun, e cila jeton e përqendruar kryesisht në vargmalet Apalash, që shtrihen në një numër shtetësh në pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara. Mbreti i rock and rollit Elvis Presley, aktori i njohur Ava Gardner dhe presidenti i 16 amerikan Abraham Lincoln mendohet se kanë prejardhje nga kjo popullsi. Më 13 dhjetor të vitit 1775, gjatë luftës amerikane për pavarësi, jashtu quajturi Kongresi Kontinental autorizoi ndërtimin e 13 anijeve luftarake. Britanikët i kishin vënë blokadë portave amerikane. Ato u prisnin rrugën anijeve tregtare dhe vinin nën kontroll qytetet port. Duke e kuptuar se kjo taktike britanikëve do të vuloste përfundimisht dështimin e luftës së amerikanëve për pavarësi, po që se nuk do t'i vihej fre, Kongresi votoi për ndërtimin e anijeve. Një numër i vogël anijesh tregtare ishin kthyer në luftanije, por votimi për ndërtimin e të ashtu quajturve burra lufte shihet përgjithsisht si lindja e marinës luftarake të Shteteve të Bashkuara. Më 13 dhjetor të vitit 1862, gjatë luftës civile amerikane, trupat e Shteteve të Unionit të General Ambrose Burnside pësuan humbje tepër të mëdha nga elementi i ushtrisë së generalit Robert Lee të Virginias Veriore që luftonte në kuadrin e forcave të Shteteve të Konfederatës. Generali Burnside priste me padurim të përballej me trupat e generalit Lee, më të famshmit të Shteteve të Jugut. Trupat e generalit Burnside në mënyrë të përsëritur i sulmonin trupat e Konfederatës që ndodheshin prapa një muri prej guri në një kodër pranë Fredericksburgut të Virginias. Her pas here, pushkatarët e Jugut qullonin dhe vrisnin ushtarët e Unionit. Por atyre bëri aq shumë përshtypje trimëria e ushtarëve të Unionit, sa që pas çdo sulmi të dështuar të ushtarëve të Unionit, Virginasit ngriheshin në këmbë dhe brohorisnin për gurximin e armikut. Generali Burnside atë ditë humbi 11.000 ushtar. Ndërkohë që njësi të ushtarëve të Veriut, më së fundi po tërhiqeshin me ardhjen e perëndimit. Generali Lee tha: "Është mirë që kjo luftë është kaq e tmerrshme, se përndryshe do të na hynte shumë në zemër." Më 13 dhjetor të vitit 1924, Cena Bey Kryeziu ndërmerr sulmin nga Prizreni në përmalin Korab kundër forcave kryesore të qeverisë shqiptare të udhëhequra nga Bajram Curi.
Vetë Zogu kishte kaluar kufirin nga Dibra në Peshkopi me mbështetje në forcave lumjane të Muharrem Bayraktarit. Kryeministri Fannoli ishte i papërgatitur për një sulm kaq të gjerë dhe ushtria e tij e pajisur keq nuk bëri ndonjë qëndresë. Më 13 dhjetor të vitit 2003, ish presidenti irakian Saddam Hussein kapet në afërsi të qytetit të tij të lindjes, Tikirit, i fshehur nën tokë. Ai u kallëzua nga personi që i kishte fshehur. Regjimi i Saddam Husseinit konsiderohej regjim i rrezikshëm dhe kërcënim i sigurisë botërore. Saddam Hussein ishte kryetari i Irakut prej vitit 1979 deri në vitin 2003. Data 13 dhjetor është datë përkujtimore, pasi në vitin 2010 ka ndëruar jetë Richard Holbrooke, diplomat, zyrtar i Korpusit të Paqes, redaktor reviste, autor dhe bankier amerikan. Richard Holbrooke kishte të bënte edhe me luftrat e Ballkanit. Ai kryente edhe rolin e këshilltarit special të presidentit Obama rreth luftës në Afganistan dhe Irak. Nga viti 1993 deri në vitin 1994, Richard Holbrooke ishte ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani. I njohur sigurisht edhe në çarqe diplomatike dhe gazetareske, Holbrooke ka arritur rëndësinë e madhe të publikut kur ai së bashku me ish-ministrin suedez, kryeministër Carl Bildt, ndërmjetësoi një marrëveshje paqe midis fraksioneve ndërluftuese në Bosnje, që çoi në nënshkrimin e marrëveshjes së paqes të Daytonit në vitin 1995. Gjatë vitit 1998 dhe 1999, në cilësinë e tij si i dërguar i posaçëm presidencial, Holbrooke ka punuar për t'i dhënë fund konfliktit mes forcave të armatosura të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës, UÇK-s, të cilët ishin duke luftuar për një Kosovë të pavarur në luftën e Kosovës. Në mars të vitit 1999, ai udhëtoi për në Beograd për të dhënë ultimatumin e fundit të presidentit jugosllav Slobodan Milošević para se sulmi i NATO-s të fillonte.